intervista jonë, siç edhe ju njoftova, do të jetë e përshëndruar tek përjashtimi juaj nga gara për drejtimin e DGSPD-s në Korçë. Atëherë doja ta nisja në fakt, a ka një dokument zyrtar ku ju informuat mbi arsyet ose ku të kishit të argumentuar, le të themi, zesa mbi të bardhë arsyet e largimit tuaj nga gara ose mënyrën e përjashtimit, kriteret? Apo ishte thjesht një njoftim nëpërmjet telefonit, ashtu siç keni thënë që bëhet një bisedë telefonike me zotin Noka? Ajo çka un kam thënë dhe vazhdoj të them është se Partia Demokratike sigurisht ka rregulla, shtapur gara për krejën e Partisë Demokratike të Korçës nëpërmjet një udhëzimi nga kryesia e Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku në atë udhëzim hapet gara për krejën dhe sigurisht që janë edhe kriteret për kandidatët ku ftohen të gjithë demokratët e Korçës, kush ka një platformë apo një vizion për të drejtuar degën, e gjen veten me dyer të hapura dhe të mirëse ardhur në Partinë Demokratike. Dhe një nga këta demokratë jam dhe unë, që sot mbaj dhe pozicionin e sekretarit organizativ të degës, ku jam njohur me udhëzimin, kam qenë pjesë e mbledhjes të kryesisë të Korçës, ku udhëzimet janë udhëzime e përcakton qartë kriteret, duhet të kesh minimalisht 4 vjet antar i Partisë Demokratike, dekriminalizimi dhe sigurisht arsimi i lartë. Sigurisht që këto kritere unë i plotësoj më së miri dhe kështu kam vepruar. Është plotësuar gjithë dokumentacioni kërkuar nga PD-sha-ja dhe janë dorëzuar gjithë dokumentat dhe kandidatët e Korçës. Sot, befas jemi përpara një situate ku emri im është kualifikuar nga gara dhe nuk ka asnjë lloj dokumenti zyrtar, përveç se telefonatave të shumta që kanë ndodhur në emrin tim, me mua personalisht, por sigurisht edhe me drejtuesit e degës Korçës, që tashmë janë njohur të gjithë me këtë vendim, sigurisht është një vendim qesharak, mosmarrja pjesë e ime në garë, një histori e padëgjuar më parë në historinë e Partisë Demokratike të Korçës, ku unë jam skualifikuar nga gara për arsye të besimit fetar dhe për balancë fetare. Po, sepse këtu në fakt doja që të dilja te kjo pjesa. Juve keni deklaruar se jeni i besimit musliman, ndërkohë që përse dhe kandidimi juaj prishte balanca, ndërkohë që 2 kandidatët e ngelur në garë janë të besimit ortodoks. Do të thënë, si u argumentua kjo pjesa? Do të thënë, duash ta kem pak më të qartë, sepse ishte pak e paqartë pjesa e balancës fetare te kjo. Pikërisht. Ajo çka drejtuesit pretendojnë, unë personalisht, nëse do më thoni për balancë, do të thotë që të gjithë, po themi me që hymë në balanca fetare, të gjithë njerëzit e besimeve të ndryshme të kenë përfaqësimin e tyre dhe të përfaqësojmë gjithë. Kjo është balanca. Por, duke qenë një kandidat fitues, dhe ata kanë mbajtur një linjë të vetën, i shërbejnë një klanit vetë në Partinë Demokratike, sigurisht e kanë justifikuar këtë arsyen time për balancë fetare duke mos më futur fare në garë dhe duke bërë një zgjedhje të detyruar sipas drejtuesve. Është një garë e parasaktuar, është një garë e mbyllur, është një garë që sot është vendosur dhe fituesi sipas drejtuesve. Sipas jush, kush është fituesi në këtë garë? Apo domethënë e keni akuzën për një emër konkret brenda kandidatëve? Nuk keni një emër. Në qytetin e Korçës, sigurisht ne jemi miq të gjithë, nuk kam absolutisht asnjë gjë me demokratët e Korçës, as me kandidatët. Ne jemi miq, ne nuk kemi pasur problematika, kemi shkuar mirë me njëri tjetrin, kemi një bashkëtesë fetare, shoqërore, miqësore të jashtëzakonshme dhe nuk na mungon absolutisht asnjë problem. Ajo çka është problem është drejtuesi i qarkut. Sigurisht që drejtuesi i qarkut ka influencën e vet dhe ka ardhur me një mision të caktuar për të shkatruar degën e Partisë të Korçës, siç e kam thënë dhe më parë, dhe për të shërbyer interesave të Partisë Socialiste. Sepse nëse do ishte kundërta, duhet të ishte një garë e hapur, e ndeshme, që kush ka një vizion, kush ka një platformë të vi, të garojë dhe të marrë në fund votat që meriton gjithë secili dhe të fitojë njëri. E qartë. Pra ju po thoni që zoti Kaso po vendos persona që ai dëshiron, sepse për zotin Kaso ai është gjithë kryesor dhe është fajtori kryesor i shkatrimit të degës Korçë, pa diskutim që po.
E qartë. Tani pas po themi përjashtimit nga gara, sepse juve ende postin e sekretarit organizative keni ende apo jo? Pa diskutim. Në rregull. Tani te kjo pjesë doja t'ju pyesja, do të vijoni të jepni kontributin tuaj në PD edhe pas përjashtimit po themi nga gara? Sigurisht unë vi nga një familje demokratësh, jam këtu si rjedhoj e qëndresës time, kam gjithë jetën time që kam kontribuar për Partinë Demokratike, kam kaluar çdo allë drejtuese në të nivelit drejtimit në qytetin e Korçës dhe sigurisht që do të vazhdoj bashkë me demokratët, bashkë me mbështetësit e mi, do të jap kontributin tim për Partinë Demokratike dhe sigurisht do jem kundër veprimeve të njëanshme, do jem kundër çarjes të Partisë Demokratike, do jem kundër atyre që e prishin interesin e demokratëve dhe sigurisht jam gjithmonë në favor të Partisë Demokratike dhe në favor të demokratëve. Më herë, do më thënë në javët e kaluara, janë bërë edhe disa përjashtime të tjera dhe ndegësi Durrës. Ju keni pasur komunikim me individët e përjashtuar dhe nuk e di, do më thënë, do bëni një organizim veçmas? Jo, unë interesat e, ju thash, interesat e mia janë pro Partisë Demokratike. Unë do luftoj për të drejtën time, për drejtën e demokratëve brenda Partisë Demokratike. Kështu që çdo degë ka specifik në vetë. Ne kemi një specifik tjetër të pa dëgjuar më parë, një specifik të pa asur më parë. Sigurisht do përballemi me problematikat e degës tonë, por problemi është vetëm i Korçës dhe jo nuk ka lidhje me degët e tjera. Pra, po thoni që nuk është një spastrim i Partisë Demokratike i ndërmarr nga strukturat e PD-s, pra po thoni që jeni raste të veçuara, nuk është se ka lidhje. Është spastrim apo jo, atë e din ata që kanë bërë. Unë mendoj dhe besoj që demokratët kurse si nuk do të jenë në këto situata të tilla. Ne nuk e kemi luksin që sot, më duhet ju them, kurse si nuk e kemi luksin që në Bashkinë e Korçës kemi 20 vjet që u mbet Partia Demokratike. Dhe kurse si nuk është e ndershme apo nuk e kemi kënaqësinë të përjashtojmë njerëz në fazën dhe në kohën kur kemi 20 vjet që nuk fitojmë bashkinë. Dhe është e pa kuptim, është e pa ndershme se si mundet një drejtues apo individ të caktuar të Partisë Demokratike të futin për çari kur pas një viti kemi zgjedhjet vendore. Dhe sigurisht garat e forcojnë partinë, garat japin energji partisë dhe unë jam pro garës. Dhe pikërisht për këtë kam kërkuar të garoj për të qenë një parti më e fortë, për të qenë një parti më e bashkuar dhe për të nxjerrë demokratët fitues në zgjedhjet vendore. Por në këtë mënyrë, duke vepruar me këto forma përçarse, me këto forma fyese, me këto forma ndarëse, sigurisht që drita jeshile sa vjen edhe zbehet dhe nuk është ajo që demokratët presin. E qartë. Përsa në fakt u aludua edhe që arsyeja për jashtimit tuaj ishte edhe mbështetja për Salianjin, ashtu si argument që në fakt është përdor edhe në rastet e tjera, duke qenë që ishim edhe te rasti krahasimor me degën e Durrësit. Sa qëndron kjo, do me thënë, të suporti juaj për Salianjin dhe a ka qenë e vërtet? Unë e kam thënë edhe më parë dhe vazhdoj dhe do e them gjithmonë, rasti Korçës është rast specifik. Ervin Saliani ka kontributet e tij në qytetin e Korçës. Dhe sigurisht që duke qenë deputet prej 8 vitesh, ka mbështetësit e tij, ka kontributin e tij dhe gjithë demokratët e kanë ndihmuar për të marrë 10.000 vota të lira dhe të pastra që sot i ka të dokumentuara. Dhe nuk mund të mendosh që lidhja ime në garë apo dhe çdo garuesi tjetër është në influencën e zotit Saliani. Ai ka ambicet e veta, ka kontributin e vetë në parti dhe gjërat e tij zgjidh vetë më së miri. Sikundër dhe dega e Korçës po zgjidh vetë allet e veta. Kështu që çdo njeri, çdo demokrat ka kontributet e tij dhe unë pa diskutim që kam të mijat, vi nga një familje, siç e thash, demokratësh dhe nuk kurse si nuk ka të bëj lëvizja ime, kandidimi im me zotin Saliani. Sigurisht që historinë nuk mund ta zhbejmë, ne njihemi, e kemi pasur për 8 vjet deputet si kundër çdo deputet tjetër që ka ardhur në qytetin e Korçës, mirë po kjo nuk ka lidhje as pak me garën time apo me përjashtimin tim nga gara. Sepse unë do vazhdoj dhe jam në Partinë Demokratike, do vazhdoj të jap kontributin tim për Partinë Demokratike, kështu që unë nuk jam i lidhur
me emrat. Emrat në parti janë çështje ambiciesh personale. Po, unë jam i lidhur me Partinë Demokratike. Kështu që nuk besoj se ky sulm që mbet në drejtimin tim për çështje të tilla më duket shumë i padrejtë dhe gjithë demokratët e Korçës e dinë, gjithë njerëzit e mi e dinë, e gjithë familja ime e demokratëve e di që ne jemi të vetëm dhe luftojmë me parime, luftojmë me ide dhe me platformat tona fituese. Unë personalisht e kam thënë, unë kisha një platformë fituese, mendoj se si mund të rikthejmë demokratët në pushtet. Dhe unë doja këtë platformë ta isja në votë. Dhe unë nuk e kam as pak për fyerje të dalë humbës. Sigurisht që garat kështu janë, njëri fiton dhe tjetri humbet. Unë do doja që çdo demokrat që ka një ide, ka një platformë dhe ka një vizion, të hidhet në garë dhe secili të marrë votat që meriton. Në fund të fitojmë i miri dhe të japim drejtim të bashkohemi gjithë me atë që fiton. E qartë. Përse mendoni, në fakt ka pasur një përçarje më herët brenda DGSPD-s në Korçë, apo këto dolën si problematika dolën në pa tani? Keni pasur ju më herët debate me zotin Kaso ose me strukturat drejtuese të PD-s? Zoti Kaso e ka lidhjen e shkurtër me Korçën, ka erdhur së fundmi në vitin 2025 drejtues qarku dhe është shumë pak prezent në qytetin e Korçës. Ka ardhur vetëm për zgjedhjet e saktuar drejtues qarku për zgjedhjet qendrore dhe raporti e Korçës është shumë i ftohtë ai me Korçën, nuk ka raport të afërt, sigurisht që ai jeton dhe vazhdon aktivitetin e tij politik në Tiranë dhe nëpërmjet lëvizjeve të tij të pakta është shumë pak prezent në qytet dhe pothuajse nuk njihet nga askush që është drejtues i qarkut. Demokratët nuk e kanë takuar asnjëherë. Ai thjesht është drejtues, por kaq. Por problematika nuk kemi pasur mundësi që të kemi, sepse ai e thash pak më parë, që ka një kohë shumë të shkurtër dhe nuk ka lindur nevoja apo nuk ka pasur problematika apo dinamika që të ketë probleme. Dhe menjëherë sa po u shfaq dinamika e parë që kishim zgjedhje në degën e Korçës, filloi të krijojë planet e tij, filloi të mbështet kandidaturat e tij që qenë më tepër dhe sigurisht të fyej demokratët dhe të përçaj ata. E qartë. Pra, po thoni që nuk është se ka diçka personale, është thjesht fakti që do të sjell në krye të kësaj dege njerëzit e klanit të tij. Pa diskutim që po. As kam gjë personale, as kam pasur gjë personale. Thash, unë jam këtu për ide, jam këtu për parime. Nuk jam këtu për çështje personale. Unë dua Partinë Demokratike, jam mbështetës i Partisë Demokratike, do jem gjithmonë me Partinë Demokratike, kurse si nuk kam çështje me individ, kam çështje parimore me veten time. Dua dhe kam kërkuar të garoj si çdo antar i lirë i Partisë Demokratike. Është e thjeshtë, i plotësoj gjitha kriteret, nuk ka absolutisht asnjë kriter që nuk e plotësoj. Jam këtu si rrjedhoi qendresës, jam qendrestar, opozitar dhe dua të garoj. Kurse si nuk kam vendosur sanksione në garë, kurse si nuk kam kërkuar që o duhet fitoj o s'ka. Jo, unë jam pjesë e demokracisë. Unë respektoj garën, respektoj votën e lirë dhe dua dhe unë të testohem, të di sa vota marr me këto ide dhe vizion që kam. Është shumë e thjeshtë, është shumë demokratike, është shumë e lirë. Në vitin 2026 që ne flasim, këto tema dhe këto biseda nuk duhet të zhvillohen fare. Nuk e di pse arritëm në një pikë të tillë që ndalojmë demokratët të garojnë. Ka që tempi është shumë i thjeshtë. Çdo njeri të vi dhe të garojë. Dhe këtu merr fund dilema, merr fund sa e themi, marrin fund fjalët, sepse edhe unë nuk ndihem mirë sot kur dikush nga Partia Demokratike shpreh nuk janë të pavërteta, këto që thot Bravaldi nuk janë të vërteta. Kush nuk janë të vërteta? Atëre hapim garën dhe i lëm gjitha sa e themet, i lëm gjitha fjalët, garojnë gjithë dhe s'ka më debat. Por për faktin që këtu nuk është hapur garë, për faktin që Bravaldi është përjashtuar nga gara, diçka ka. Nëse nuk më besoni mua, le të dalin ata të tjerë dhe të flasin përse. Por meritat, kontributet dhe vlerat, askush nuk mimohen në Partinë Demokratike. E qartë. Thatë që në fakt kishit zhvilluar edhe një bisedë telefonike me zotin Noka. Mund të zbarthni më shumë detaje rreth kësaj bisede
Dhe çfarë ju tha specifikisht? Unë jam edhe sekretar organizativ, sigurisht që isha dhe kandidat për të qenë kandidat për kreun e PD-s, dhe kam pyetur normalisht për problematikën e mosarjes së emrit, sepse është e paprecedent ajo që ka ndodhur, është vonuar emri në mënyrë ekstreme, kur në datë 26 ishin vendosur zgjedhjet dhe në datë 25 u mor vendimi. Dhe unë jam interesuar se pse nuk po merret një vendim. Dhe tekstualisht është bërë biseda e tillë duke më komunikuar dhe duke më thënë se nuk kam asnjë gjë personale, kontributet e tua, vlerat e tua si demokrat mi njohin të gjithë, mi njeh edhe zoti Noka, edhe zoti Kaso dhe çdo drejtues tjetër, por do bëjmë dhe do respektojmë një balancë fetar. Ky është komunikimi i thjeshtë, i saktë dhe transparent. E qartë. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit tuaj.